Nuk duroni dot përtypjen e të tjerëve. Mund të keni këtë problem. A keni vënë re se ju shqetëson kur dikush pranë jush bën zhurma më të vogla ose përtypet me zë të lartë? Ekspertët kanë zbuluar se ekziston një emër i veçantë për një gjendje të tillë: misofoni. Ky çrregullim neurologjik është një ndjeshmëri e lartë ndaj tingujve të tillë si përtypja, kollitja ose të ngjashme. Te disa njerëz është më i zhvilluar se sa të tjerët. Këto raste është e nevojshme që personi të shkojë në terapi dhe për të zgjidhur problemin e tij. Ky çrregullim mori këtë emër në vitin 2001 për një studim të vitit 2018 tregoi se ka prova reale për këtë. Personat me misofoni kanë një dallim të dukshëm në lobin frontal të trurit për shkak të cilit ka një reagim intensiv ndaj tingujve të caktuar, edhe nganjëherë është një rrahje shpejtë e zemrës dhe ejtje. Gjithashtu është zbuluar se personat me misofoni mund të kenë vështirësi në të mësuar. Kjo është një arsye pse keni gjithmonë bezdisje nga personat që bëjnë zhurma kur konsumojnë ushqim.